Mirë mirë se keni ardhur. Tema e konferencës sot më do të jetë skandalet e fundit që vazhdojnë në fakt me dëmtu imazhin e shtetit të Kosovës dhe që po vazhdojnë ndodhin në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Në emër të grupit të ekspertëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës për politikë të jashtme, do t'ju drejtojmë sot unë Xhafer Tahiri. Lidhja Demokratike e Kosovës shpreh shqetësimin e saj rreth vazhdimit të skandaleve nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe në veçanti për raportimet e fundit lidhur me keqpërdërimet e bëra në këtë ministri nga ana e ushtrueses detyrës së sekretares së përgjithshme dhe rasteve të tjera të keqpërdërimeve në ambasadat e Kosovës. Shfrytëzimi i paras publike për dëshira personale është e kundërligjshme dhe e papranueshme në veçanti për një sektor kaq të rëndësishëm të qeverisjes që paraqet pasqyrën e Kosovës në përbotë. Ushtruesja e detyrës së sekretarja e përgjithshme e Ministrisë së Punëve të Jashtme, Zonja Behluli, e mban pozitën e saj në mënyrë të paligjshme në kundërshtim me ligjin për shërbyesit civil, në enin 30.4, ku thuhet se në rast të mbajtjes së një pozite të lirë në shërbimin civil, ushtruesi i detyrës nuk mund të emërohet më gjatë se 3 muaj, kurse ushtruesja e detyrës, sekretarja e përgjithshme, ka më shumë se 6 muaj që është në këtë pozitë. Me këtë, Ministri Hoxhaj po shkel ligjet e Republikës së Kosovës, duke ja mundësuar mbajtjen e pozitës në mënyrë të jashtëligjshme ushtruese së detyrës së sekretares së përgjithshme, e cila pastaj këtë pozitë po e keqpërdor duke shfrytzuar paratë e taksapaguesve kosovar për privilegje që nuk i takojnë. Skandali tjetër i Ministrisë së Punëve të Jashtme është ai i keqpërdorimit të 40.000 eurove të buxhetit të Kosovës nga ana e ambasadorit Naim Malaj në Zvicër. Dhe kjo dëshmon se skandalet e MPJ-s vazhdojnë të mbulohen nga ana e ministrit Enver Hoxhaj. Ndërsa pagesa prej mijëra eurosh në muaj për ambasadorin Sulejman Selimi, i cili në vend se të suspendohet nga MPJ-ja deri në përfundim të gjykimit, po paguhet pa punuar. Dëshmon keqmenaxhimin e financave publike nga ana e kësaj ministrie. Lidhja Demokratike e Kosovës konsideron se veprimet e tilla janë shumë të dëmshme dhe rrezikojnë në rend të parë funksionimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe të shërbimit të jashtëm të Republikës së Kosovës. Një shërbim ky që është jetik për shtetin tonë të ri. Lidhja Demokratike e Kosovës kërkon nga ministri Hoxhaj që sa më parë të bëj shkarkimin e zonjes Behluli nga pozita e ushtrueses së detyrës së sekretares së përgjithshme në Ministrinë e Punëve të Jashtme, me që veprimet e kundërligjshme që ajo ka kryer kanë dëmtuar jo vetëm buxhetin e Republikës së Kosovës, por dëmtojnë drejt për drejt edhe imazhin e institucioneve dhe interesat e shtetit dhe të qytetarëve të Kosovës. Ministri Hoxhaj duhet po ashtu të kërkojë hetimin e rastit të keqpërdorimeve nga ambasadori Malaj, si dhe të ndërpres pagesën e zotrisë Selimit deri në përfundimin e gjykimit të tij. MPJ-ja duhet që urgjentisht t'i paraqes shkeljet dhe skandalet e vazhdueshme të disa prej zyrtarëve të saj para Komisionit për Grada dhe Disiplinë, në mënyrë që këto raste të hetohen sipas ligjeve në fuqi në Republikën e Kosovës. LDK kërkon që të respektohet dinjiteti i personelit të MPJ-s, të vlerësohet drejt profesionalizmi dhe performanca e personelit të shërbimit të jashtëm, që gradimi të bëhet në bazë të meritave dhe performancës dhe jo në bazë të librezës partijake të PDK-s. LDK po ashtu i bën thirrje organeve shtetërore të hetuesisë të fillojnë hetimet për keqpërdorim të pozitës zyrtare nga ana e zyrtarëve të ndryshëm të MPJ-s. Politika e jashtme është një interes jetik kombëtar dhe jo interes i njerëzve të caktuar në ministri dhe i strukturave të PDK-s që është instaluar në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe në shërbimin diplomatik të Kosovës. Skandalet e njëpasnjëshme të kësaj ministrie janë njëra nga arsyet pse ritmi i njohjeve të Republikës së Kosovës është aq i ngadalshëm, me që imazhi i shtetit të Kosovës po shkatërrohet nga njerëz që shërbimin diplomatik po e konsiderojnë pasuritë të tyre personale e jo sektor jetik nëpërmjet të cilit avancohen interesat e shtetit të Kosovës. Ju falenderoj. Janë rreth 40.000 euro të cilat sipas raportimeve në media
është një keqpërdorim i paras publike të qytetarëve të Kosovës në shumën prej 40.000 eurove dhe që kjo shkelje dyshohet se po përsëritet, por informatat tona janë ato që kemi nga mediat në fakt, sepse mungon transparenca totale në Ministrinë e Punëve të Jashtme lidhur me këtë rast dhe me shkeljet e tjera që po ndodhin nga ambasadori Malaj. Në fakt, LDK-ja kërkon hetimin e plotë të këtij rasti, por është tashmë evidente që keqpërdorimi i buxhetit prej 40.000 eurove është bërë nga ana e ambasadorit Malaj, të cilit edhe ashtu i është mbushur mandati prej 4 vitesh dhe ministri Hoxhaj fatkeqësisht ende po e mban në pozitën e ambasadorit në Zvicër dhe po kërkon që t'i mbulohen keqpërdorimet e tij. Unë ju sugjeroj që ta shiqoni mirë ligjin, se çka thot për këto raste, nuk mund të paguhet askush nga buxheti i Kosovës pa qenë duke kryer detyrën e tij. Domethënë LDK-ja nuk kërkon shkarkimin e tij, LDK-ja kërkon që pagesa të suspendohet derisa të bëhet, domethënë, përfundimi i gjykimit. Dhe ligjet e Republikës Kosovës për sa i takon këtyre rasteve janë jashtëzakonisht të qarta. Dhe ka shkelje të plotë të ligjit me rastin e vazhdimit të pagesave të pandërprera deri në këto momente që po flasim. Ligji për shërbimin e jashtëm, ligji për Ministrinë e Punëve të Jashtme. Më vjen keq që Ministria nuk din se si ta zbatoj ligjin e Republikës të Kosovës, kur është i vetmi institucion në fakt i thirrur që ta zbatoj ligjin dhe të kërkoj që të sqarohet ligji deri në fund për sa i takon këtij rasti dhe rasteve të tjera të ngjashme në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Të skandalit. Sekretarieri dihet që ka dhjetra familjar të ministrave, të njerëzve të afërm me partinë për shtet që janë tani më në statusin. Ka që ju si partia më e fuqishme opozitare ende nuk keni arritur të gjeni të gjitha emrat, madje se është një gjë shumë e lehtë. Pse nuk po e bëni një verifikim të saktë se kush është pjesë e stafit diplomatik tash e sa vjet. Madje ka shumë prej tyre që nuk kanë anonshuar kur konkurse. Pikërisht për shkak të këtyre shkeljeve të vazhdueshme që po ndodhin në Ministrinë e Punëve të Jashtme, për shkak të politizimit të skajshëm të shërbimit diplomatik të Republikës së Kosovës, i cili edhe një herë e theksoj, është interes jetik i këtij vendit dhe është interes kombëtar i Kosovës dhe jo interesi një partie politike, është edhe arsyeja pse ne sot e kemi thirrë këtë konferencë për shtyp, pse ne dhe si tani si në të kaluarën kemi ngritur vazhdimisht, zërin tonë si parti opozitare për shkeljet e vazhdueshme, për politizimin e skajshëm të këtij shërbimi dhe për në fakt shkeljen e të drejtave të shumë anëtarëve të shërbimit të jashtëm, të cilët në mënyrë profesionale dhe në mënyrë absolutisht të dinjitetshme e kryejnë punën e tyre, por që nuk vlerësohen vetëm për faktin që nuk i takojnë Partisë Demokratike. A do të bëni një verifikim të saktë se kush është tani më pjesë e që janë të ndoshta familjar të afër, meqense janë dhjetra sosh. Si parti politike nuk është detyrë jonë që të bëjmë verifikim të njerëzve dhe individëve të backgroundeve të tyre. Ne angazhohemi që shërbimi i jashtëm diplomatik i Republikës së Kosovës të jetë profesional, i panshëm, jo politik dhe të shërbej interesit e Kosovës dhe jo interesit të një partie politike. Faleminderit.